po flasim për një mashkull që bën një punë, është i ndershëm, merret me një gjë që nuk i kërkon të bëjë disa gjëra tjera ose të ketë pasoja tjera, dhe ai kërkon një femër. Unë nuk po flas për meshkujt që kërkojnë të dalin jashtë ligës së tyre, po flas për meshkujt që gjuajnë në të njëjtën ligë. Dhe problemi është që këtu nuk ka më ligë, sepse liga që është këtu lym për kupën e kupave të gjithë. Bravo, fiks idea, mirë që erdhe. Pra, dhe një femër, tani më vjen shumë keq ta them të gjën, po dhe një femër që ça bie jashtë, i pikon mrena te çatia shtëpisë, e kupton, kërkon po këtë tipin që ka 30 milion euro në bank. Po ça ofron ti se ti? Prandaj vjen keq se s'është as për të gjykuar, nuk ka më. Ajo sakrifikon vetveten për treguar familjen. Ma dhat përgjigje se shoqëria s'është aq e rrep me çunat të tashme gota. Po dëgjoj, gjithmonë sepse ne rrojmë në një shoqëri patriarkale, ti pse bitesh kaq shumë? Po kjo është pra, kjo shndron. Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pa manual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale Pikal dhe të gjitha prodhimet tona të tjera. Kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale Pikal.